I takojmë së bashku në transmetim të drejt për drejt, jam në studio me avokatin Redi Rama. Jo vetëm avokat, po një nismëtar, po ashtu me zonën asimja të forumit të dialogut politik, aty ku në fakt duhet dhe duket sikur partitë opozitare do të bëhen bashkë, dhe kjo është një nismë dhe një frymë e mirë që zoti Ramaj në bashkëpunim me zotin Asimja dhe jo vetëm e kanë ndërmarrë këtë gjë. Përshëndetje me zotin Ramaj, mirë se vjen, kënaqësi të të kem në studio. Mirë se gjeta, kënaqësi. Forumi i dialogut politik, një term ky që po përdoret shumë pak të kohët e fundit, ndjes që po e them kështu në mënyrë të drejtë për drejtë, po vjoni të keni të njëjtën angazhim maksimal për të bërë bashkë partitë opozitare, pavarësisht faktit se brenda Partisë Demokratike ka patur shumë procese, zhvillime, lëvizje, përjashtime, vetë përjashtime, dhe a ju ka ndikuar disi kjo nismë juaja në atë se çka po ndodh brenda PD-s? Po, edhe pse emri forumit mund t'jetë ndjerë pak më... Kohët e fundit. Kohët e fundit më pak. Kuptohet që ato nisma që donte të shtynte forumi përpara, pjesa kodit zgjedhor është diskutuar shumë nga opozita, nga partitë ndryshme të opozitës, sistemi elektoral, reforma zgjedhore, reforma territoriale, që ishin dhe spunto ose nisja e forumit për dialog politik. Situata është e tillë që negociatat dhe diskutimet me partitë, dialogu me partitë ka ecur mirë, kemi pas disa tryeza, kemi pas dialog të vazhdueshëm dhe komunikim të vazhdueshëm pothuajse me të gjitha partitë opozitës. Mendojmë që është një rrugë e mirë dhe është gjetur një rrugë e mirë për të bërë atë pjesë të opozitës në një qëndrim të unifikuar për sa i përket kodit zgjedhor, sepse këtë mendojmë që është një nga defektet më të rëndësishme të sistemit demokratik në Shqipëri, dhe duke pasur këtë mundësi, pra që të nxjerrim në pa një qëndrim të bashkuar të opozitës, themi që forumi ka arritur një sukses. Nëse besoj ju e keni parë gjithë, që këto ditë është diskutuar sistemi elektoral, proporcional i kombëtar, dhe ky sistem ishte një nxitje nga forumi për dialog politik dhe gjetja pikave të përbashkëta midis partive politike të cilat ulën në tryezë bashkë me forumin. Sa të afta janë partitë opozitare, partia më e madhe, Partia Demokratike dhe të gjitha të tjerat për të lëshuar penda njëra tjetrës, sepse kodi zgjedhor, duam apo nuk duam, ne favorizon në një farë forme partitë e mëdha politike, pra majorancën, Partinë Socialiste dhe Partinë Demokratike. Është i gatshëm zoti Berisha të bëjë lëshime, pavarësisht faktit që mund të jetë ulur shpesh herë në tryeza dhe mund të ketë dëgjuar të vegjëlit, kur themi të vegjëlit partitë e tjera opozitare, më të vogla, por në praktik, a e ka vënë ai në zbatim, ka bërë lëshime, ka një bonsens të mirë ndaj tyre? Dhe pastaj në raport me majorancën, është kjo një proces shumë i vështirë që të gjejë një konsensus, një gjuhë përbashkët? Pikërisht janë dy momente. Para është qëndrimi përbashkët i opozitës, pra diskutimet midis vetë opozitës dhe përballja në komision zgjedhor me majorancën, e cila ka ato kushtet e saj, do të imponoj diskutimet e saj. Që është shumë e vështirë për vërtetë, sepse porrëzon të gjitha, duke filluar nga interpelancat dhe çdo gjë tjetër që opozita kërkon. Por Partia Demokratike ka një situatë që ne shohim të rëndësishme aktualisht, që duhet të tregojë elektoratit saj dhe të gjithë opozitarëve që kërkon një sistem të mirë elektoral, të favorshëm për të paktën për opozitën. Çdo parti futet në diskutime për të favorizuar veten e saj dhe të jetë në standardet që kërkon Bashkimi Evropian dhe referuar dhe raportit OSBE Odirit dhe gjithë kërkesave që kemi si vend nga Bashkimi Evropian. Unë mendoj që Partia Demokratike ka një mundësi që në tryezën me Partinë Socialiste të dalim me një qëndrim të unifikuar. Është në interes sot të Partisë Demokratike, sepse numrat e tregojnë të tillë. Pra nëse Partia Demokratike ka marrë 50 mandate në zgjedhjet e fundit dhe ka rënje mandatesh nga zgjedhjet e tjera, do të thotë që mandatet e saj janë shpërndarë, ose kanë shkuar te majoranca, ose një pjesë tjetër, pra shumica, i kanë marrë partitë e tjera, të cilat nëse nuk arrin të krijojë të paktën, mbase jo koalicion për momentin, por nëse nuk arrin të krijojë qëndrime të përbashkëta, të cilat i vinë në dobi të gjithë opozitës, si një fillim kanalizimi qoftë dhe për të bashkëpunuar në të ardhmen, atëherë këtu do kemi përçarje të opozitës, do kemi një situatë ku
fraksionet e ndara do jenë shumë të dobta se sa pushteti. Pushtetin e dim që është i konsoliduar, ka 83 mandate, ky sistem i vjen në favor, dhe nëse nuk kemi reagim të opozitës të unifikuar, atëherë do gjejmë një justifikim që të mbaj këtë sistem i cili është aktualisht. Dhe presioni ndërkombëtar është shumë i rëndësishëm, mendojmë që do luajë rol për të gjetur një sistem të ndershëm. Pra, zoti Lapaj, ky sistem nuk është i ndershëm, se ka marrë 64.000 vota dhe i është përkthyer një mandat. Kjo nuk është e ndershme, nuk ka rëndësi kush parti është. Nesër del një parti tjetër, merr të njëjtin rezultat dhe përkthehet në një mandat. Kjo nuk mund të qëndrojë, nuk duhet ta pranoj Partia Socialiste, nuk duhet ta pranoj Partia Demokratike. E qartë, po, sa faj ka opozita, Partia Demokratike në këtë rast që është partia më e madhe në këtë kod zgjedhor aktual, që në raport me majorancën, se bashkë i kanë miratuar? Unë mendoj që është gjys për gjys faj. Pra ata kanë marrë, e kanë miratuar bashkë me Partinë Socialiste, është prej vitit 2008 kjo situatë, ja është ndryshuar kushtetuta, dhe sistemi është bërë jo i drejt, jo i barabartë dhe jo i ndershëm. Duhet të rikorrigjohet kjo situatë. Duhet të jepet një mundësi qytetarit që të votojë drejt. Të jetë njëjta vlerë e votës Kukësit me votën e Tiranës, me votës Gjirokastës, me votën e Vlorës. Duke parë që majoranca në të gjitha format e mundshme është duke hedhur poshtë të gjitha kërkesat dhe prezantimet që opozita bën, do ta ketë të vështirë ose pothuajse të pamundur edhe këtë herë për të marrë një konsensus nga Partia Socialiste për kodin e ri zgjedhor edhe për të rënë dakord për këtë gjë? Është e drejtë që në shumicën e rasteve, ose pothuajse në gjitha rastet, Partia Socialiste ka vepruar e vetme, nuk ka marrë në konsiderat, patjetër. Shumë kërkesa edhe... Por ka një dallim për çështjen zgjedhore. Kanë dhe një reformë, kanë dhe një komision për bashkët me Partinë Demokratike, sepse ka një traditë politike ku për vendimarrje të tilla që lidhen me reformën zgjedhore, të merret miratimi dhe i opozitës, pra të bëhet me konsensus. Ky ka qenë dhe rekomandimi ndërkombëtar dhe i kanë mbështetur ose kanë mbështetur këtë fakt që ka ndodhur në vite të tjera. Dhe ne mendojmë që do ndodhi sërish, pra do jetë vetëm Partia Socialiste me Partinë Demokratike që do ta ndryshojë. Tash kush është e reja e kësaj pjese? Është tashmë që Partia Demokratike duhet të ketë një qëndrim bashkë me aleatët, mos ta ketë qëndrim individual që t'i interesojë vetëm Partisë Demokratike, sepse siç e thash, elektoralisht i intereson që të marrë sa më shumë parti në mënyrë që të ketë një sistem më të ndershëm, sepse është në favor, mendoj, të gjithë qytetarëve, jo vetëm Partisë Demokratike. Me që jemi tek Partia Demokratike, ke një koment për situatën se çfarë po ndodh dhe për zotin Berisha, kandidati vetëm në garën për kryetar të kësaj force politike? Në çfarë pike ndodhet kjo forcë politike? Me që se jeni më afër saj. Ne si forum jemi përpjekur që mos të merremi me pjesën e brendshme të partive, pra me debatet e tyre të brendshme, me betejat e brendshme, por në tërësi duke parë si njeri i cili si opozitar apo si qytetar interesuar me politikë, shoh që të gjitha partitë pothuajse, po duke përfshirë dhe Partinë Demokratike, ka humbur gara, ka humbur hapja partisë në formën demokratike të saj. Ka humbur meritokracia. Pra, jo çdo kush i cili ka kontribut politik, ka vullnet, do të kontribuoj, do të konkuroj, i jepet mundësia. Kjo ndodh në Partinë Demokratike, ndodh në Partinë Socialiste, që zbëhet zgjedhje prej 2013-s, ndodh në parti tjera. Pra, ne kemi një lloj mentaliteti si shoqëri e cila na çon drejt një diktature, mund ta themi, të brendshme të partive. Dhe për shembull rasti klasik për te Partisë Demokratike, e cila ka mbajtur ca zgjedhje vitet e fundit, është Partia Socialiste, që pothuajse gjithë strukturat nuk bën asnjëherë zgjedhje, po. S'bën për kryetar, thotë kanë fituar zgjedhjet e përgjithshme, por dhe për strukturat janë temëruar, pra kryetari i Tiranës, anëtarët e kryesive, janë gjithë temëruar nga kryeministri. Po ndonjëherë mos është më e ndershme të thuhet që nuk ka zgjedhje, sepse edhe po të ketë do jenë fiktive dhe edhe ata që janë aty brenda ndajnë mendin që nuk ka zgjedhje dhe hajde të na emërojë kryetari. Se sa kështu? Statuti partive, çdo partie të ndalon të emërosh, kur ti e ke përcaktuar që duhet këtë zgjedhje. Ligji për partitë politike të ndalon të bësh emërime pa bërë procedurën e kandidimit. Të dyja janë problematike, mendoj. Ka procedura, se varet se si bëhen këto procedura dhe interpretohen këto procedura. Unë nuk jam për formale, të kuptohemi. Pra, mbase i bëjnë formalisht disa, ose partitë i kanë bërë formalisht dhe vetëm për të treguar të elektorati që kanë një lloj demokracie. Por realiteti është i njëjtë, thjesht janë dy medalje ndryshme. Pra, dikush nuk i bën fare, dikush i bën pak
rival. Kjo situata brenda Partisë Demokratike edhe kjo dëshira e shumë njerëzve, e atyre njerëzve emrave të cilët kishin aspiruar dhe donin të garonin në garën për kryetar të kësaj force politike dhe që u skualifikuan, ka krijuar një situatë brenda kësaj force politike që nesër mund të përkthehet në një rrjedhje votash apo devijim të mbështetjes për Partinë Demokratike, flasim në zgjedhjet lokale që janë shumë afër dhe pastaj në zgjedhjet e tjera të përgjithshme. Pa diskutim, në këtë moment që ishte opozita, sidomos Partia Demokratike, duhet kishte një qasje tjetër, mendoj unë. Se ka gjallë shumë mlef, pra zonja Balliu ka dalë hapur me reagimet e saj, zoti Saliani po ashtu hapur me reagimet e tij, zonja Kokalari po ashtu, do me thënë, këta unë besoj që janë njerëz që kanë disa mbështetës pas vetes, ose kanë një peshë caktuar brenda PD-s. Plus, jo vetëm njerëzit e Partisë Demokratike, ose strukturën, ose elektoratin e saj, Partia Demokratike nëse donte të merrte pushtet, ose do të marrë pushtet në të ardhmen, duhet të tentonte të zgjeronte bazën e saj, pra duke shkuar te elektorati gri. Dhe një nga format ishte duke futur sa më shumë kandidat. Nëse ti pengon dhe ata kandidat të cilët dalin zyrtarisht, publikisht, do të thotë që këtu ka një problem me partinë. Si e ke menduar ti zgjerimin, si e ke menduar ardhin pushtet. Dhe kjo është një gjë që Partia Demokratike duhet ja thotë, ose drejtuesit e saj duhet ja thonë elektoratit. Çështja tjetër, ju e përmendët, për një vit jemi në zgjedhje. Si do zgjerohet Partia Demokratike? Ndoshta më pak se një vit. Mbase më pak se një vit në prillin tjetër, maksimumi. Vetëm të mjaftojnë vetëm zgjerimi nëpërmjet një strategjie, unë kam ide që mbase është strategjia duke u zgjeruar me aleat, pra me aleat që si ka pasur ndonjëherë Partia Demokratike. Kjo është një skem që ajo mendon që mund të rritet, sepse gara brendshme nuk e kam parë fraksione, ju i përmendët emrat, jo vetëm zoti Saliani, po edhe njerëz tjerë, po edhe në struktura më të ulta, këta janë në nivele kryetari. Por ka në strukturat të tjera të cilat janë të pakënaqur sepse po zhvillohet një garë e tillë që favorizon njërin apo tjetrin, apo kanë ato problemet e veta. Dhe përçarjen e gjatë e ka vuajtur Partia Demokratike, ka kaluar 4 vite në një përçarje. Se ka zgjedhur këtë strategji zoti Berisha? Unë mendoj që një nga arsyet mund të jetë konflikti 4 vjeçar që ka pasur me zotin Basha dhe një çarje të madhe të partisë dhe ka menduar se një garë tjetër e ngjashme me zotin Saliani ose me njerëz të tjerë mund të jepte në të njëjtën pikë. Mendoj unë duke parë nga jashtë tash duke bërë një analizë, ose zgjidhja tjetër është që duke mbajtur një strukturë të fortë me një kandidat, në një garë vetëm me një kandidat, do të zgjerohet atë që thash pak më herët me aleat të tjerë për të marrë pjesë dhe për të rritur elektoratin e Partisë Demokratike. Gjë që do jetë e vështirë nëse nuk japin mesazhe afrimi, demokracie, mesazhe të cilat prekin dhe qytetarë të tjerë për te elektoratit të saj. Nesër ka një protesta e radhës kombëtare e Partisë Demokratike, ku zoti Berisha e ka quajtur si një protestë vendimarrëse atë të nesërmes. Çfarë ka nënkuptuar zoti Berisha me këtë dhe si ke parë ti protestat e një pasnjëshme të kësaj force politike, kanë prodhuar diçka? E para... Dhe do të prodhojë e nesërmja? Mendoj që ka vend për të protestuar. Është krejt normale, demokratike, po. Jo vetëm në një vend demokratik, por në Shqipëri ka më shumë arsye. Kemi dosjet të prokurisë posaçme, të cilat flasin për miliona euro shpërdorime. Kemi ish-zonë kryeministren, zonën Belinda Balluku, e cila ka çështje të hapur dhe ka pasur në dorë pothuajse një përqindje shumë të madhe të pushtetit. Dosjen e Akshit, dosje tjera shumë të rëndësishme. Dhe këtu, kur flasim për shpërdorime miliona euro, qytetarit duhet protestoj. Partit, këtu në Shqipëri tradicionalisht i kanë thirrë qytetarët partit politike për të protestuar, kjo ka qenë më masivja, dhe Partia Demokratike po bën atë gjën. Forma dhe mënyra se si e bën protestën, pra rasti fundit, kur pati dhe një ndërhyrje të fortë të policisë, unë mendoj që nuk ishte forma më e mirë për t'i mbajtur qytetarët në protestë vazhdueshme, për të dhënë atë mesazhin që thot zoti Berisha që kjo do jetë një protestë e cila do lejë gjurmë apo do bëjmë ndryshim apo do bëjmë diçka. Duhen forma të tjera, mbas edhe më qytetare. Ka ikur ajo kohë që dhuna, mjetet tjera dhe forma tjera, unë nuk e pranoj as dhunën e policisë, po dhunat paktën e hedhja molotovëve më duket diçka e tepruar. Duhet gjejë disa forma krijuese opozita, duhet përbashkoj, duhet marrë jo vetëm militantin e Partisë Demokratike, duhet marrë dhe njerëz tjerë në shesh, duhet gjejë forme që ata t'i afrohen.
duhet të jetë më tërheqëse. Nëse nuk i bën këto, nuk e ka gjetur këtë formën, nuk ka dashur ta gjej, sepse i pëlqen të qëndrojë në opozit, e gjithë opozita në tërësi që proteston, apo realisht e ka humbur këtë betejë me qytetarin, sepse edhe qytetari ka kuptuar që nuk është alternativa më e mirë? Unë nuk besoj që Partia Demokratike do të qëndrojë në opozit. Asnjë parti e cila është në nivelin e Partisë Demokratike nuk mund të qëndrojë në opozit, sepse shkrihet, nuk mund të qëndrojë pafundësisht në opozit. Beteja, mënyra se si ata duan ta organizojnë, thjesht në base është me forma dhe veprimet që ata i kanë bërë në të kaluarën, dhe unë them që kur ti e ke provuar disa herë, nuk ka dhënë rezultat, duhet ta ndryshosh. Dhe ky është momenti. Ka disa mesazhe alternative, ka disa ndryshime. Unë thash dhe për zërat e tjerë që kanë dalë dhe për të kandiduar ose për të rivalizuar zotin Berisha, i bëjnë mirë Partisë Demokratike. Pavarësisht se kanë pasur sulm drejt për drejt nga strukturat e partisë, por duhet mendim alternativ, duhet një zgjidhje tjetër që ta arrijmë tek këta qytetarë. Se realiteti, analizën mund ta zgjasim pafundësisht se pse nuk vinë qytetarët, por realiteti është që nuk kanë arritur dot të dalin për te elektoratit tyre. Ndalim pak tek Akshi. Si një avokat dhe njohës si mirë i ligjit, mund të bëjmë një interpretim të atij vendimi që është dhënë ditën e sotme për të zbulur masën e sigurisë ndaj zonjës Karçanaj, pra në detyrim parashitje nga arrest shtëpie pas të gjithë atij skandalit e Akshit që vjon edhe të hetohet nga Spaku dhe jo vetëm. Ke një koment dhe një qëndrim në raport me këtë zbutje të masës së sigurisë, dhe është ai i duhuri në raport me zonjën Karçanaj dhe eksponentëve të tjerë që përbëjnë Akshin? Unë mendoj që duhet ta ndajmë për qytetarët dhe besoj një pjesë e madhe kuptojnë që masa sigurimi nuk është dënim. Pra jemi në një masë sigurimi të përkohshme hetimi dhe qoftë arrest shtëpie, qoftë detyrim paraqitje, kjo nuk do të thotë që zonja Karçanaj është e fajshme. Por në momentin edhe e famshme është, patjetër, e ka bërë kryeministri. E kanë bërë shumë të famshme kohë. Por më tepër kësaj pjesës së fajësisë, dosja ka probleme të mëdha, probleme korrupsioni me miliona euro. Dhe kur flasim për miliona euro, unë mendoj që hetimi duhet mbyllet shpejt, gjykimi duhet mbyllet shpejt dhe qytetarit marrin mesazhin që ka shkelje abuzime, keqpërdorime të fondeve të qytetarëve apo jo, apo është një akuzë e cila ishte pa bazë. Gjykata e lartë, nëse ju e pa të hënën, mbajti një qëndrim. Dhe tha që masat e sigurimi në përgjithësi duhet të zbuten, ose duhet justifikohen, ose duhet të individualizohen më tepër, pra sipas personit. Dhe unë mendoj që ky ndryshim i gjykatës lartë i ditës sotme për zonja Karçanaj lidhet me këtë fakt, me pasjen e një vendimi unifikues i cili i zbut masat. Dhe ky efekt do jepet edhe te persona të tjerë, mendoj te politikanë të tjerë. Por kjo nuk do të thotë që dosja... Për cilët politikanë keni fjalë? Politikanë tjerë të cilët janë me masa sigurimi arrest në burg ose me masa tjerë. Për zotin Velia, për shumë zotin Meta, apo nuk janë këto rastet? Zotin Velia, zotin Beqaj. Këta janë emrat, cilët edhe mund të jenë në detyrim parashitje pëthuar, pra të të lënë burgun edhe do të jenë arrest shtëpi ose detyrim parashitje? Po mund të ketë efekt vendimi i gjykatës, vendimi unifikues i gjykatës lartë te këta persona, të cilët do kërkojnë me këtë vendim do kërkojnë zbutjen e masave të sigurimit. A lidhet kjo edhe me raportin e Eurostatit kur thonë se 182 të burgosur për 100.000 banor ka Shqipëria, i pari vend është Turqia dhe pastaj pasojnë vendet të tjera ku futemi edhe ne që norma mesatarja është 111. Kanë lidhje këto me njëra tjetrën? Unë nuk besoj. U bë vite tashmë që avokatët... Se është diskutuar shumë që kemi shumë të paraburgosur edhe duhet të ndryshuar... Po kush i ka sjellë ata të paraburgosur? Është kjo politik e cila ka thënë burg deri para ca kohësh. Tashmë që u kthye burgu nga pjesa e zyrtarëve të lartë dhe drejtuesve të saj, tani thotë kemi shumë paraburgosur. Jo, nuk shkon. Mirë ishte ta kishte bërë atëherë kur ata qytetarët e thjesht, ata njerëzit e pambrojtur merrnin arrest në burg për gjëra banale. Duhet bërë kjo gjëja pra ky ndryshim apo nuk duhet bërë? Pavarësisht faktit që sot kemi shumë të paraburgosur politikanë. Kemi më shumë të paraburgosur në tërësi se sa të burgosur dhe nuk është normale se paraburgimi është pjesë procedurë më e vështirë, pra je i pa dënuar akoma, pra dhe po qëndron me mas sigurimi të rënd arrest në burg. Kjo është e vërtet, pra kemi më tepër dhe nuk duhet kemi, sepse shkelje lirive drejtat themelore të njerëzit. Kemi kushtetutën, kemi të përcaktuar liritë dhe drejtat themelore të njerëzit dhe kjo është ngritur nga ne si avokat. Shumë herë kemi thënë që
këtë situatë duhet ta ndryshojmë. Gjykata e lartë ka pasur mundësi ta ndryshojë më herët, e ka bërë tani, është okay, është mirë. Duhet ta zhvillojë, nuk duhet përfitojnë vetëm këta zyrtarët si zonja Karçanaj sot, duhet përfitojnë gjithë qytetarët që kanë të njëjtën situatë ose akuzohen për një vepër penale dhe plotësojnë ato kushte dhe kriteret që ka përcaktuar ligji për të qëndruar në një masë më të butë dhe kjo e përmirëson sistemin, nuk e përkeqëson. Unë jam për atë që thash në fillim, duhet që në fund qytetarit të kuptojnë nëse dënohet personi apo jo. Aty është drejtësia plot. Pra ky person, zyrtar, i akuzuar të marrë dënimin që meriton. Dhe aty përfundon procesi drejtësisë dhe ne e kuptojmë që ka pasur një shkelje, është marrë dënimin caktuar, është rikuperuar pasoja. Çfarë kushtesh duhet të plotësojë një paraburgosur që nga kjo masë sigurie të kalojë në një masë tjetër më lehtësuese derisa çështja të përfundojë e gjykuar? Masa sigurimit është një masë e përkohshme. Duhet ta kuptojmë këtë. Edhe kodi pra detyrimi paraqitje për ta kuptuar dhe publiku i zonjës Karçanaj ditën e sotme është deri në një afat të pacaktuar sa gjykimi ndaj saj të përfundojë. Patjetër. Dhe kjo masë mund të ndryshojë siç i ndryshojmë masa arrest në shtëpi, ose mund të përkeqësohet ose mund të lehtësohet. Është qartë, varësisht nga hetimi. Ço do të thotë, nëse ka hetime më të rënda, çështje të tjera, fakte të tjera penale, mund të rritet masa sigurimit, pra mund të rëndohet, ose mund të zvendësohet me masë më të lehtë. Por duke qenë se masa është e përkohshme, jo vetëm zonja Karçanaj, çdo person tjetër. Edhe zonja Balluku për shembull, mund të bëj kërkesë, mund të bëj kërkesë në çdo moment para gjykatës ose gjyqtarit të masës sigurimit që quhet gjyqtarit e hetimit dhe mund të kërkojë ndryshimin e masës. Njësoj mund ta bëjë edhe prokuroria, pra për rëndimin e masës sigurimit në çdo rast kur ajo shikon se duhet të ndryshohet. Dhe masa është individuale, që do të thotë vendoset për duke parë kushtet dhe karakteristikat e personit. Jo çdo masë është e përshtatshme për persona ndryshëm, pra duhet të jetë vetëm për një person të caktuar. Duke parë faktet, veprën penale, gjendjen e tij familjare, etj. Dhe në këtë formë caktohet masa sigurimit. Dhe unë them që me vendimin e gjykatës lartë do përfitojnë një pjesë e madhe të mendoj të qytetarëve. Dhe kjo duhet të jetë synimi i vendimit gjykatës lartë. Do të përfitojë zonja Balluku për shembull? Në dijenin time zonja Balluku ka masë sigurimit detyrim për të paraqitur dhe mos daljen jashtë shtetit, bllokimin e pasaportës. Këto janë masa relativisht të lehta, pra masa të cilat nëse nuk ka një përkeqësim nga SPAK-u ose rëndim të masës sigurimit, referuar dosjes, mendoj që është masë e përshtatshme deri në mbylljen e hetimeve dhe dërgimin e çështës në gjyq. Më pas do jetë gjyqtari i themelit i cili do vendosi. Kështu unë mendoj që zonja Balluku do vazhdojë me këtë masë sigurimi derisa prokuroria të mos kërkojë rëndim, se nuk besoj se mbrojtja e zonjës Balluku të kërkojë heqjen e detyrimit paraqitjes, duke parë faktet e reja që kanë dalë, kontrollet e banesave, provat të reja që janë marrë me çështjen, pra them që mund t'ja kenë rënduar pozitën zonjës Balluku. Ja kanë rënduar edhe në kohë dosjen, çështjen, pra do të zgjasë në kohë për post faktit në pozitë? Po, ne themi për aq sa kemi parë, pra ne flasim, nuk e dim dosjen me detaje, ne dim për aq sa që është publikuar në media. Për ato fakte që janë publikuar, unë mendoj që është rënduar në kohë dhe unë mendoj duke parë eksperiencën me çështje të ngjashme, them që mund të ketë dhe rëndim akuze. Po kjo është thjesht mendësim, nuk mund ta themi të plot. Nuk dojmë më në detaje në raport me këtë gjë. Është një gjë e cila prokuroria e vendos, është ekskluziviteti i prokurorisë. Pra ajo thotë unë kam një procedurë hetimi, kam një kalendar hetimi dhe në bazë të atij kalendari ajo vepron dhe me masat e sigurisë. Më lejo të bëj dhe një pyetje të radhës, me qenë se jemi te drejtësia dhe SPAK-u. Është një SPAK ndryshe të zotit Klodian Braho nga i zoti Dumani? Në mënyrën si po vepron? Jo, mua më duket një linjë, vazhdimi i mënyrës se si ka jetuar zoti Dumani, me shoh pozitive. Kam parë zhvillimet mira dhe në çështjen e dosjes Balluku, pa interes, për interes qytetarëve, pra ai apo avancohet me çështjen, ai shkohet deri në fund ku kanë shkuar ato para, se mbase në fund ditës çdo kush mund të jetë i pafajshëm, nuk i paragjykojmë. Po ne si qytetar kemi interesin, dim ka pasur abuzime X tender, ka pasur X rrugë problematika, këto janë interesat. Dhe zoti Braho, në vazhdim të asaj që ishte bërë më herët me prokurorinë e posaçme nga zoti Dubani, mendoj që ka vazhduar të njëjtën linjë, ka të njëjtin intensitet hetimi, të paktën me ato që e shohim ne nga çështjet e mëdha, po njësoj besoj është dhe me çështjet e tjera.
Dekord, më lejoni t'ju bëj një pyetje të fundit në raport me majorancën, Partinë Socialiste. Lexova pak më herët dhe po shija një video në rrjetet sociale të zonjës Spiropali dhe shumë eksponentëve të tjerë të deputetëve të Partisë Socialiste, zoti Gjiknuri, zoti Çuçi, në mos gaboj, dhe emrat të tjerë të cilët ju bashkuan dhe diku shkruaj që janë bashkuar për një kafe. Si keni parë ju situatën brenda majorancës, zërat kundër, qëndrimin e zonjës Spiropali, qëndrimin e zotit Braçe, dhe jemi në një pikë ku sot Partia Socialiste po gjendet përballë disa fraksioneve. Kur them disa fraksione, kam fjalën për fraksionin e zonjës Balluku edhe emra shumë që janë parë edhe në omazhe ditën e djeshme të zotit Pëllumbi, ku duke si zonja Balluku ka qenë shoqëruar nga deputet të Qarkut të Fierit, zonja Spiropali me emra të tjerë, kanë shkëmbyer, pra kanë hyrë dhe kanë dalë pa u përshëndetur dhe pa folur dhe pa qëndruar në të njëjtin ambient, zgjata shumë për të kuptuar që ka një situatë po ashtu si ajo e Partisë Demokratike brenda majorancës sot, Partisë Socialiste? Unë them që po, ka një situatë e cila edhe pse në dukje mund të jetë pak më e qetë se e Partisë Demokratike në deklarata publike, kuptohet që nga brenda për shkak të situatës zonjës Spiropalit, zotit Braçe, e persona tjerë, zoti Male, edhe pse është i larguar prej kohësh nga Partia Socialiste, por janë socialistë që kanë pasur zë publik, ka një farë peshë. Kanë thënë mendimin e tyre, kanë peshë, kanë një elektorat tyre, dhe kuptohet që zonja Spiropali, edhe pse me vonesë në qëndrimet e saj, ka një mendim tjetër, nuk është nga ato persona në Partisë Socialiste e cila mundet të komandohet ose të sillet si një pjesë e madhe e antarëve sot Partisë Socialiste, dhe duhet të themi edhe këtë që sot kjo nuk është Partia Socialiste, kjo është Partia e Edi Ramës. Partia Socialiste ka qenë më herët kur kishte debat në kohën e zotit Nano, kur kishte mendime dhe figurat spikatur të cilët thoshin mendimin e tyre, nuk kishin frikë. Kritikonin qeverinë, mund të kritikonin kryeministrin. Sot është mëkat kritikosh kryeministrin kur je nga brenda strukturave të Partisë Socialiste. Dhe vetëm disa emra, pak emra kanë arritur ta bëjnë këtë pjesë. Kuptohet fraksioni, pra zonja Balluku me problemet që ka pasur, me fuqinë që mori, krijoi pak kënaqësi brenda socialistëve dhe kjo u tregua qartë. Dhe tashmë me shkarkimet për 6 muaj të ministrave nga shtatori në prill, betejë plasi dhe hapur, pra doli në publik. A është ndershme kjo që pas këtyre shkarkimeve, pas këtyre largimeve, të mund të reagosh, se mund të reagosh edhe kur ti je një ministër, mund të reagosh edhe kur ti je një deputet i thjeshtë si zoti Braçe, që reagon dhe ka kritikat e tij të her pas hershme për Partinë Socialiste, mund të reagosh edhe kur je kryetar parlamenti. Patjetër, por duke parë situatën, unë mendoj... Dhe apo e bën të besueshme kjo pasaj zonjën Spiropali në mënyrën se si po qaset me Partinë Socialiste? Zonja Spiropali ka normalisht që është shkelur të ato drejtat e saj, është shkelur të ato interesat e saj personal. Dhe kjo është e kuptueshme qartë, po dalja hapur në këtë moment, thënia e mendimit saj, unë mendoj që i vlen Partisë Socialiste. Edhe kritika ndaj qeverisë i vlen Partisë Socialiste dhe ky është lajmi, ky është mesazhi. A e ka bërë në momentin e dur, mund ta bënte edhe më herë, duhet ta bënte edhe më herë kur kishte... Po ka ndryshim shumë të madh kjo në këtë kushte, se mund ta bënte më herë, do interpretohej ndryshe, do dilte ndoshta edhe më heroinë thonjza se sa tani. Patjetër. Mund ta bënte shumë më vonë nga tani. Kjo është kosto që ka marrë zonja Spiropali. Ka dallim kjo. Mbase nëse nuk do ishte larguar si ministre, mund mos ta bënte fare këtë, mund mos ta ngrinte kurrë këtë shqetësim. Por fakti që e ka ngritur tani vlen dhe do parë se si do reagoj pjesa tjetër e atyre strukturave të Partisë Socialiste të cilat janë pak kënaqur. A do i mblidhen rreth zonjës Spiropali për ta mbështetur, apo jo? Këto do ta shikojmë në efektin që do japim mbrapa dhe në sinqeritetin që ka zonja Spiropali për ta vazhduar këtë situatë. Zoti Ramaj, nuk kemi shumë kohë në dispozicion, ishte shumë kënaqësi të zhvilloja këtë bisedë me ju. Mirë, kemi ardhur në fund të kësaj bisede, bëjmë një shkëputje publicitare, kthehemi pas pak me të ftuarin e radhës.